Kthehemi dhe siç e vu të re edhe nga materiali, një hapësire që e kemi shumë për zemër, siç është Dea Open Air Film Festival dhe nuk mund mos vinte në studio babai i Deas, drejtori i festivalit Edmond Topi. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Po si jeni zotri? Po mirë, Romi. Entuziast të shohë dhe këtë vit apo nuk ankohemi. Po mirë. Hajde do bëhen gjatë. Nuk është vështirë. Më pëlqen dhe autosugjestioni. Nuk e zgjidhje tjetër. Sigurisht. Megjithatë, le të bëhemi pak më konkret edhe praktik, zoti Topi. 40 filma, 25 vende, sa i madh është interesi për të shprehur nëpërmjet kinemas për konsumatorët, e kanë fjalën. Ky pastaj është një problem i diskutueshëm. Detyra jonë është të ofrojmë, e kupton? Pastaj se sa e merr spektatori dhe si e merr spektatori, ky është një problem tjetër. Ne mundohemi të ndërthurim të dyja bashkë. Pra, ne sjellim ofertën kinematografike, por nga ana tjetër, duke qenë se siç dihet ne kemi mungesat të distribucionit të industrisë së filmit, të ndjekjes së filmit. Na mungon gjithë industria praktikisht. Domethënë është si puna e atij këmbanës që nuk binte, që kishte 1000 arsye, po s'kishte këmban. Po, sidoqoftë, e vërteta është që ndjejmë një lëvizje dhe kryesisht të rinj, gjë që na bën entuziast për të menduar që kinemaja do të rikthehet, ose dëshira për të parë kinema do të rikthehet. Ne si shumica e gjërave tjera që i nisim nga mbrapa, domethënë njerëzit fillojnë të shohin që fillojnë të ndjekin filmin, ku diun, në iPad, në telefon, sepse janë gjëra që na kanë munguar. Ndërkohë, bota e civilizuar që i ka përpara nesh këta, shkon në kinema. Si e ka sqaruar, e ka mbyllur atë cikël. Ideja, diskutimi, argumenti që thonë njerëzit, tash i thonë shikon filmin gjithë. Por gjithnjë më tepër ndjejmë që fillojnë të vinë të rinj. Akoma kemi brezin e vjetër që vjen, nëse quhem brezi vjetër, jo ne të rinjt, edhe pa ata tjerë, janë mbi 50 me 60 vjen. Po ndërkohë kemi edhe të rinj, dhe mua kjo më gëzon, kur shoh të rinj që edhe nuk i njohim. Çfarë presin, çfarë kërkojnë? Si janë marrëdhëniet e tyre me atë që shohin? Shiko, kjo është shumë interesante. Është vështirë ti sjellësh në kinema. Nëse ti sjell në kinema, nëse i bën që ata të vinë, aty magjia ndodh. Pastaj magjia ndodh. Ata e marrin pastaj shumë mirë. Në të gjitha shfaqjet që kemi parë, qoftë në hapje, qoftë në filmat e huaj. Filma shqiptar kemi pak, po në filmat e shkurtër, vërtet magjia ndodh, se i rreth vërtet në kokë me ato fjalë. Ata dalin të entuziazmuar, dalin super të kënaqur, pyesin kur do jetë prapë, si është filmi radhës, është shumë interesant. Dhe me që jemi tek vështirë është për t'i sjell. Kur do jetë prapë, unë e di që jeni prapë sot deri në datë 5, apo jo? Deri në datë 5, po. Sot në çfarë ore? Se është ditë e gjatë tani. Sot ne fillojmë në orën 2 në sallën e teatrit eksperimental, 2 deri në orën 5 ose deri 3 orë ne kemi programin e filmit studentor dhe të filmit të shkurtër, dhe pastaj 5 deri në 7 është filmi i gjatë. Bëjmë një pushim dhe në orën 8 fillon filmi i gjatë. Kemi 2 filma të gjatë, njëri në sallë, sepse është akoma dritë, dhe në orën 8 rikthehemi në Open Air, që me të cilin identifikohet festivali ynë. Dhe të faqim filmin e mbrëmjes, sot është një film italian në darkë. Çfarë filmi se na pëlqejnë filmat italian? Është një film italian shumë interesant, pak historik, por shumë interesant. Regjizori është këtu dhe e mira e festivaleve kjo është, sepse ti ke autorët, mbrëmje ishte autorja regjizoria turk, me cilën u bisedua gjatë, diskutua sepse ishte temë interesante. Kjo fjalë interesante ka filluar të... Mos jetë më interesante? Mos jetë, ka